hapësirën që në fakt e dedikojmë tani përmbytjeve për të parë më qartë se çfarë ka ndodhur gjatë orëve të natës, nëse rreshjet kanë bërë që të ketë përkeqësim apo ndoshta një përmirësim. Një nga situatat më problematike është krijuar ndoshta me atë vështirësinë që u krijua kryesisht me lumin vjosa. Sigurisht që dalja nga shtrati e lumit vjosa bëri që institucionet dhe emergjencat forconin argjinaturën, megjithatë mbetet për të parë nësa ka një përmirësim të situatës në këto momente që flasim. Do të kemi në komunikim të drejt për drejt Efrosina Papa, e cila na bashkohet. Mirëmëngjes Efrosin, si është situata mëngjesin e sotëm? Mirëmëngjes Efrosina. Mirëmëngjes. Brikena gjithmonë ma merr lajmin. I the të gjitha. E the që ka filluar të përmirësohet situata. Por jam e sigur që ti je më e zauruese dhe do të na sjellësh informacionet më të qarta. Është e vërtet që është pozitive situata për momentin tani, sepse kur flasim që aty nuk patim hidrometër dhe ajo, domethënë, mund të kishte kaluar kuotën edhe të 10 metra, tani themi që është ulur rreth 50 centimetra dhe mund të jetë prapë në atë pozicionin e 9 metrave. Gjithsesi, është ura e vjetër, që është ura e vjetër e Mipolit, që është një simbolik historike, të themi monumentale, tashmë se është ndër të vjetrat, e papërdorshme, e cila mbrëmjen e djeshme u pushtua nga ujë dhe pas mesnate ajo ka filluar të çlirohet dhe sot nuk ka ujë. Ndërkohë që situata ishte e vështirë për banorët e fshatit Bishan dhe Fitore, të cilat thamë rrezikoheshin nëse do të kishte prurje më të mëdha vjosa, dhe ndodhi ajo që pritej nga banorët, rruga e nënkalimit që të çon nga ura e Mipolit tek fshatrat Bishan dhe Fitore, arriti që të përmbytej. Domethënë shkoi rreth 1 metër lartësia e ujit në aksin rrugor. Gjithsesi, me evakuimet pas urdhrit të dalë u punua fort nga institucionet, por u bindën ata që nuk bindeshin. Ishin 2 banorë të 13 familjeve që thamë janë përgjatë lumit vjos, të cilët u morën me detyrim nga Delta Forca, pasi 2 të moshuar nuk pranonin të largoheshin nga shtëpit. U larguan, u evakuan. Ndërkohë që edhe me baktit pati probleme për të evakuar, pasi disa fermerë të fshatit Bishan nuk planuan që të largonin baktit. Por me ndërhyrjen e forcës pas urdhrit të dalë dhe të anuncuar nga Ministri Mbrojtjes mesditën e së enjtes, ato u larguan. Do me thënë, situata është e mbrojtur. Por në oborret e shtëpive të fshatit Fitore dhe Bishan, uji ka filluar. Gjithsesi të themi që kemi pritshmëri për hir të argjinaturës që duhet të. Argjinatura e lumit vjos të ura e Mipolit, do me thënë, ishte shpëtimtarja, ishte mbrojtja, më e sigurt, jo vetëm për zonën e Novoselës, për fshatin Novosel, për fshatin Fitore, fshatin Bishan, por edhe për Vlorën. Pasi në qoftë se këto prurje mbi 9 metra, do me thënë ishin të jashtëzakonshme, nuk krahasohen dot as me 2 muaj më parë që ndodhen përmbytje për situatën e përkeqësuar të motit, të rreshtet e dendura, prurjet e mëdha që vijnë nga jugu i vendit, nga Gjirokastrat e Pelena, dhe arritin në kuotën e 8-6 metrave, dhe ne thamë e kaloi është e vija kuqe. Ndërkohë që të themi është punuar fort dhe me argjinaturën, është punuar fort duke hedhur inerte dhe gur të mëdhenj, kanë qenë në teren të gjithë, do me thënë, forca të reparteve të ndryshme ushtarake, kanë qenë Komisioni i Emergjencave Civile, i Prefekturës, Kombëtari, Bashkia e Vlorës, pra kanë qenë të gjithë në urën e Mipolit. Në fakt, Efrosina, të themi që... e the shumë mirë, ura e Mipolit aty qëndron si simbol i qëndrueshmërisë, tashmë një urë e vjetër, por që si etalon matës për të na treguar ne që sa herë fryhet vjosa, kufiri maksimal është rrafshme sipërfaqen e asaj ure. Ka dalë pak nga shtrati... Urës së vjetër, patjetër. Ka dalë pak nga shtrati, ashtu si kundër the edhe ti që ka përmbytur një nënkalim, megjithatë, nëse referohemi evakuimeve dhe këtyre 13 familjeve që ju thoni që janë përgjatë bregut të lumit, nëse kanë apo kanë pasur gjedh apo bakti në pronësi, janë evakuar bashkë me ato dhe nëse ka pasur humbje... Janë evakuar. Ka pasur humbje në bakti? Jo, s'ka.
nuk ka humbje, për së vërtetës nuk janë regjistruar humbje. Ky është një informacion i saktë që unë e kam prekur mbrëmjen e djeshme dhe sot në mëngjes kam marrë këto të reja. Por nuk ka pasur humbje, por është kjo gjëja që nuk ikën shqiptari nga shtëpit. Nuk e lë dot baktin dhe ajo përplasje që erdhi, domethënë midis forcave të policisë që donin t'i merrin me detyrim, qoftë dy të bashkuarit, qoftë edhe baktit, ndodh sepse ky është mentaliteti ynë i shqiptarit. Po sepse është vetëm një pasuri që kanë Efrosina, nëse do të humbin dhe atë, ç'do të bëjnë më pas? Edhe diçka për të shënuar, edhe pse të gjitha, domethënë institucionet vunë në dispozicion, bashkia e para vunë në dispozicion ambiente për të akomoduar të evakuarit, nuk kanë pranuar. Përgjithsisht janë të afërmit e tyre, është një familje nga ato 13 familje që janë përgjatë lumit Vjos, e cila është akomoduar në qytetin Studenti në qendrën e trajtimit të studentëve, por është një familje vetëm. Ndërsa të tjerët nuk kanë pranuar dhe kanë shkuar në për të afërmit e tyre. E qartë. Dhe një pyetje fundit Efrosina para se të ndahemi. Tham pak më parë lajmin cilin e solle ti pikërisht për rënien e nivelit të lumit Vjosa, të paktën në pikën që ishte pozicionuar në mëngjes ku na dërgove edhe pamjet. Sot do të jetë një ditë e mirë të paktën sa i përket rreshjeve, ama gjatë natës pritet që të rifillojnë pothuajse në të gjithë territorin e Shqipërisë. Nga informacionet që ke, ndoshta nga Igjeum apo ndoshta edhe nga Shërbimi Meteorologjik Ushtarak, pritet që të jenë rreshje masive, pra pritet që të ketë një rikthim të Vjosës në nivelet që ishin dje të paktën? Është frika, sipas edhe kam takuar dje në autoritetet mbrëm në orën e mifolit dhe ishin pesimist për një situatë të përmirësuar, pasi të shtunën pritën vërtet rreshje dhe është përsëri e rrezikuar. Të besojmë që do të kalojë kjo situatë kështu siç u kalua këto ditë. Të besojmë që nuk do të ketë pra Vjosa një pryrje të jashtëzakonshme që të kaloj ato limitet, sepse duhet thënë të kjo, argjinatura qëlloi e fortë, por mbrëmjen e djeshme, mbrëmjen e enjte, filloi dhe të çajë në disa segmente. Dhe është frika, por gjithsesi të gjitha forcat e ushtrisë janë atje për ta mbatur, për ta fortifikuar, për ta forcuar këtë argjinaturë, që thash është mbrojtja më e mirë. Efrosin, falenderojmë shumë për raportimin e drejt për drejt dhe këto informacione, këtë panoram shumë të qartë që na solla. Faleminderit. Faleminderit Efrosina. Mirë, ne kemi qenë në komunikim të drejt për drejt me Efrosina Papën për të parë situatën në Vlorë, në këto fshatrat rreth Fierit, në fakt sepse edhe ato përfshihen nga Vjosa, e cila rezultoi që kishte probleme për shkak të fryrjeve nga rreshjet intensive të shiut. Do të shohim tani Durrësin, sepse Durrësi ka qenë në fakt një nga qytetet që pati më shumë probleme dhe që ne vazhdimisht e kemi ndjekur nëpërmjet raportimeve të gazetarëve tanë. Do të shohim pak se si ka vijuar situata gjatë orëve të fundit, nëse vijon të ketë zona problematike dhe çfarë po ndodh aty. Kemi në komunikim të drejt për drejt Alex Kalemasin. I themi mirëmëngjes. Mirëmëngjes Alex. Yes. Si është situata mëngjesin e sotëm, Aleksa, ka një përmirësim, pastaj në fakt shoh që nuk është si dje, pra duket lehtësisht e përmirësuar apo jo? Këtë vend ku ndodhem unë aktualisht nuk ka probleme. Në fakt, po problemet janë aty ku i kemi raportuar gjithë ditë, në zona e Shkëndetës dhe Zyrtaria Administrative e Sukrit. Do të fillojmë me këtë të fundit, pasi dje gjatë gjithë orëve të natës është zhvilluar procesi i evakuimit të banorëve që u përmbytën nga dalja e lumit të Zem, nga shtati. Ishin fshatrat Bandard, ka turp shumë Poll, Respondi, të cilët ka pasur shumë banorë që janë evakuuar gjatë gjithë orëve të natës mbrëmjen e djeshme, të cilët janë strehuar në hotele të ndryshme në qytetin e Durrësit dhe në plazhin e Shkëmbit Kavajës. Nga shifrat që janë bërë publike dje në mbrëmje, bëhet fjalë për afërsisht 800 banorë në total që janë evakuuar, jo përfshirë edhe zonën e Shkëmbit të Durrës, edhe zonën e përmbytur nga dalja e lumit të Zem. Afërsisht 500 banorë janë në dy kavallëshesit, kurse 300 të tjerë janë vendosur në hotelet që janë përzgjedhur për të strehuar banorët. Lidhje me zonën e përmbytur në qytetin e Durrësit, situata është disi më e përmirësuar, po përsëri nga komunikimet që ka pasur me banorët sot mëngjes, është situatë e vështirë sepse ka sasi të madhe ujë që akoma nuk është larguar nga baniset atyre. Pritet shpresoj që të paktën në ditët në vijim situata të jetë më e mirë dhe më e rehabilituar se ditët e mëparshme.
E qartë. Alex, ditën e djeshme, nuk e dim nëse ke pasur mundësi ta ndjekësh apo ke qenë në terren në pikat ku ndoshta të është dashur të punosh, ka pasur një protest në qytetin e Durrësit sa i përket pikërisht situatës së krijuar dhe situatës së përsëritur. Nëse kemi informacion, qytetarët që kanë protestuar kanë qenë qytetarë të Durrësit apo qytetarë të zonave të cilët janë evakuuar apo kanë pasur shtëpitë e tyre të përmbytura? Përgjithsisht ka qenë qytetarë të zonës së Ish-Kënidës që kanë protestuar. Tje pas dite në qytetin e Durrësit, ata kanë marshuar nga zona e Ish-Kënidës drejt qendrës së qytetit dhe janë përqendruar para bashkisë Durrësit. Po aty ka pasur dhe një konfrontim në fakt me policia. Të njëjtët persona që kanë organizuar protesta të djeshme kanë bërë njoftim do të ketë përsëri edhe sot protesta nga Pokta Banor, do të ketë protesta në orën 18. Që të bëjnë thirrje qytetarëve që dalin dhe të protestojnë për shkak të përmbytjeve të shumta që është shkaktuar në Durrës. E qartë, mirë, ne shpresojmë që situata të përmirësohet edhe në këto vende problematike, në këto le themi pika kryesore që kanë patur shqetësime gjatë ditëve të fundit. E falenderojmë Aleksin për këtë raportim të drejt për drejt që na përcolli nga Durrësi. Rikujtojmë edhe një herë që do të ketë edhe një mbledhje të kryeministrit Edi Rama me emergjenca civile për të parë pak edhe se si do të menaxhohet më tej kjo situata. Ne do të shkojmë në një hapësirë publicitare e kthehemi vetëm pas pak.